Vetëm gjatë 5 muajve të parë të vitit 2025, 270 infermierë janë larguar nga Kosova për të punuar jashtë vendit, ka konfirmuar për kohën Oda e Infermierëve të Kosovës. Sipas Odës, mesatarisht mbi 300 infermierë çdo vit e braktisin sistemin shëndetësor të Kosovës për të gjetur kushte më të mira pune, paga më të larta dhe siguri profesionale në vendet e rajonit, por kryesisht në Gjermani. Leonora Bakia nga Oda e Infermierëve të Kosovës ka bërë të ditur se infermierët që planifikojnë të punojnë jashtë shtetit zakonisht kërkojnë dokumente si vërtetimi për kodin etik dhe licenca në versionin jo të plastifikuar. Gjatë 5 muajve të parë të vitit 2025, rreth 270 infermierë janë larguar nga vendi për të punuar jashtë. Infermierët që planifikojnë të punojnë jashtë shtetit zakonisht kërkojnë dokumente si vërtetimi për kodin etik dhe licenca në versionin jo të plastifikuar. Në vitin 2024, Oda i ka lëshuar 119 vërtetime për kodin etik dhe 325 licenca të paplastifikuara, ndërsa vetëm nga janari deri më 10 qershor të vitit 2025 janë lëshuar 43 vërtetime dhe 93 licenca, që korrespondojnë me kërkesat e infermierëve për punësim në shtetet e Evropës, kryesisht në Gjermani. Bakia thekson se ikja e madhe e infermierëve po krijon boshllëqe serioze në institucionet shëndetësore, ku në disa raste ato mbesin pa staf të mjaftueshëm për të mbuluar ndërrimet e rregullta. Oda i ka përsëritur thirrjet e saj ndaj institucioneve shtetërore për ndërmarrjen e masave konkrete që do të ndihmonin në mbajtjen e kuadrove shëndetësore në vend. Kryetarja e Federatës së Sindikatës së Shëndetësisë Tevide Imeri vlerëson se nëse nuk merren masa urgjente, kriza në sistemin shëndetësor do të thellohet ngjashëm brenda 4 vjetëve të ardhshëm. Që në brenda 4-5 viteve ka me pas krizë dhe kemi mu detyru ta manë me marrë për shteteve për cilat edhe kanë folë kjo qeveri në detyre cila është se do të marrëmi nga India ose nga Bangladesh ose dikun tjetër. Imeri thekson se mesatarisht një infermier në ditë po e lëshon Kosovën e sipas saj edhe të mjekët situata është shqetësuese, pasi që 3000 mjek janë larguar në 3 vitet e fundit. Ekonomisti Bashki Mustafa vlerëson se largimi i infermierëve nga vendi po ndodh jo thjesht për shkak të pagave të ulta, por si pasojë e mungesës së reformave të nevojshme. Ndërsa sa i përket kësaj çështje se infermierëve den me kuptu, sepse me ligjin e pagave infermierët nuk janë të favorizuar, përkundrazi janë të diskriminuar dhe si rezultat kërkesa e lartë në vendet e BE-s për infermierë ka shtyrë dhe po i shtyn çdo ditë më tepër që të largohen nga Kosova. Ndërsa ambasada gjermane ka sqaruar për kohën kushtet që duhet i plotësojnë aplikuesit për të pajisur me dokumente. Nëse në njoftim e keni të shkruar njohje të pjesshme, duhet të nënshtroheni masave të kërkuara plotësuese dhe më pas të merrni një certifikat gjuhësore BD. Vetëm pasi të keni plotësuar kërkesat që i kërkon njohja plot dhe të keni marrë certifikatën gjuhësore, ju lejohet të punoni si infermier në të gjithë Gjermaninë. Nëse kualifikimi juaj nuk njihet sepse ndryshon ndjeshëm nga kualifikimi gjerman, do t'ju duhet të përfundoni një program të plot arsimor 3 vjeçar në Gjermani për të punuar si infermier të regjistruar. Sipas të dhënave nga Oda e Infermierëve të Kosovës, gjatë 3 viteve të fundit vendin e kanë lëshuar rreth 1000 infermierë.